Me vendim të prokurorisë së përgjithshme të Gjermani, ka nisur hetimet për shtetasin izraelito-gjeorgjian Mikhail B., organizatori i rrjetit kriminal ndërkombëtar të call center Milton Group, me aktivitet mashtrimi financiar. Hetimi i tij, përveç Amant Josifit që është arratisur në Dubai dhe është në kërkim nga drejtësia spanjolle, ka prishur qetësinë edhe për vllajën e kryeministrit Edi Rama, të famshmin Olsi Rama, pasi rezultoni përfshirë në mashtrime dhe vjedhje milionëshe euro përmes qendrave call center në Shqipëri. Frikën e përfshirjes në hetim si pjesë e rrjetit mafioz Milton Group, Olsi Rama po e përjeton për faktin se në dosjen e prokurorisë gjermane përmendet edhe aksioni i kryer më 8-9 nëntor 2022 në Shqipëri nga drejtësia e Spanjës, Gjermanisë, Eurojust, SPAK dhe policia shqiptare. Emri i Olsi Ramës ndodhet në dosjet hetimore të Spanjës dhe Gjermanisë, madje është deklaruar edhe nga dy të arrestuarit, Erindi Pisqylli dhe Berlando Saracaj, se Olsi Rama ka qenë shefi faktik, organizator, ortak dhe drejtuesi i aktivitetit call center të grupit kriminal Maltezo-Gjergjano-Izraelit Milton Group në Shqipëri. Por drejtuesit e policisë shqiptare dhe të SPAK-ut e hoqën emrin e Olsi Ramës nga lista e personave që drejtonin aktivitetin call center, ndërsa për ortakun Amant Josifi u mashtrua sikur nuk po gjendej, duke i njoftuar paraprakisht për aksionin dhe duke lejuar të arratisej në Dubai. Gjurmët e hetimit të nisur në Gjermani për bosin e arrestuar izraelito-gjeorgjian Mikhail B. për krimet e kryera në Shqipëri do të çojnë sërish te Olsi Rama dhe Amant Josifi, si përfaqësues, drejtues dhe ortak të rrjetit mashtrues. Me këtë hetim, drejtësia gjermane i është afruar për herë të dytë Olsi Ramës, si personazh i krimit që ka mashtruar dhe vjedhur edhe 1200 qytetar dhe biznesmen gjerman përmes mashtrimeve me call center. Rasti i parë, në të cilin drejtësia gjermane e skedoi Olsi Ramën, ishte për përfshirje në bandën e trafikut dhe përpunimit të kokainës në laboratorin e Xibrakës, fakti vërtetuar nga përgjimet, filmimet ambientale dhe sistemi kufitar TIMS. Rasti i dytë i skedimit të Olsi Ramës nga drejtësia gjermane është për përfshirjen e tij në mashtrimin me rrjetin call center. Rasti i tretë lidhet sërish me rrjetin call center, pas arrestimit dhe ekstradimit të bosit izraelito-gjeorgjian të Milton Group dhe rihapjes së hetimit në Gjermani, edhe për grupin e tij Olsi Amant, me 20 qendra në Shqipëri. Në rastin e parë të hetimit për aktivitetin call center, ish drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani e shpotoi Olsi Ramën, duke mos e përfshirë në dosjen hetimore, ndërsa për Amant Josifin deklaroi se po hetoi nga drejtësia spanjolle dhe se nuk kishte hetim në Shqipëri. Në fakt, hetimi kishte nisur, u bën sekuestrime pasurish dhe u shpall në kërkim, por më pas hetimi u ndërpre dhe u fshi nga regjistri i çështjeve penale. Për rastin e dosjes Xibraka, SPAK rifilloi hetimin pas kallëzimit të deputetit Gazment Bardhi, por pas një muaji e pushoi çështjen, duke deklaruar se nuk kishte prova se Olsi Rama kishte qenë i përfshirë në bandën e trafikimit dhe përpunimit të kokainës. Pyetja që shtrohet është kjo: a do ta mbrojë dhe shpëtoi SPAK-u sërish Olsi Ramën, nëse drejtësia gjermane kërkon ta marrë në pyetje, ta hetojë dhe ta procedojë penalisht për krimin e mashtrimit me call center?